muaj nga data e lidhjes së saj. Njoftimi për fillimin e punimeve datë 13/6/2022. Punimet janë pezulluar në datë 26/10/2023, duke raportuar pranë Agjencisë së Prokurimit Publik, konform udhëzimit numër 2, datë 18/3/2022, mbi raportimin e zbatimit të kontratës. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me shkresë numër 1707 fraksion 3, protokolluar në datë 18/3/2024, detajimi pjesor i buxhetit për shpenzimet kapitale për vitet 2024-2026, ka miratuar këtë projekt me detajimin përkatës. Financimin për vitin 2024 është 104 milion lekë me TVSH. Në këtë dokument zbulohet edhe një tjetër e dhënë që ngarkon me përgjegjësi autoritetin rrugor shqiptar. Ky institucion ka tentuar të heqë përgjegjësitë nga vetja duke u shprehur se nuk mund të parashikonte mospërputhje midis projektit faktik dhe preventivit. Autoriteti kontraktor nuk mund të parashikonte mospërputhjet midis projektit, faktit, preventivit, si dhe nevojave dhe domosdoshmërisë së ndryshimeve në funksion të përdorruesve të rrugës. Është pikërisht kjo fjali që nuk duhet të anashkalohet nga SPAK, pasi Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Ministria e Infrastrukturës pranuan që në fillim një projekt të falsifikuar me kosto të fryra dhe mbi të gjitha shkelën ligjin, duke pranuar si mbikëqyrës kompaninë që supozohet se hartoi projektin në terren. ARSH, për të gjitha falsifikimet korruptive me pasoja të rënda të Entela Çanos, u vu në dieni nga kontrolli i lartë i shtetit, Agjencia e Prokurimit Publik dhe inxhinieri Romeo Nazarko, ku veçanërisht ky i fundit paralajmëroi të gjithë këtë skandal deri me padinë SPAK. Belinda Balluku dhe ARSH, në vend që të kërkonin llogari ndaj Entela Çanos dhe kompanisë ANK për falsifikimin e projektit të rrugës Korçë-Sek, që çojnë në një seri problemesh, i shpërblyen të dyja kompanitë, duke u dhënë gjithashtu një projekt të përbashkët, ndërtimin dhe supervizimin e lotit të 4 autostradës Elbasan-Tiranë. Kompania ANK do të paguhet përsëri 25 milion euro për ndërtimin e rreth 4 kilometrave rrugë, ndërsa Entela Çano do të mbikëqyr punën në këto 4 kilometra, duke përfituar rreth 300.000 euro